Realisht mendoj se do të ketë një diskutim më thelbësor për programet e qeverisë. Pse e them këtë? Ndoshta opinioni Maqedonas nuk e ndjek kaq shumë reagimin e votuesve shqiptar në Maqedoni ose presionin që ja bëjnë subjekteve politike. Dhe presioni është që subjektet politike shqiptare nuk guxojnë më të hyjnë në qeveri pa një kornizë të qartë të asaj se çfarë do të ofrojnë. Në qoftë se e shikoni retorikën e BDI-s kohëve të fundit, vazhdimisht e eksponentëve të tyre, ata vazhdimisht thonë e realizuan programin, e realizuan premtimin, sepse të gjithë njerëzit thonë që tashmë ka ardhur koha që atë që do ta premtoni duhet ta realizoni. Dhe kjo duhet të reflektohet në programin e qeverisë së re, e asaj që do jetë. Kështu që tani kemi një situatë ku subjektet politike mund të ofrojnë çfarë të duan para elektoratit, mirë po kur do ta bëjnë qeverin, gjërat mund të bien nga ofertat e tyre, sepse do të jetë pjesë e kompromisit, megjithatë do të ketë një presion të madh që ajo që premtohet të realizohet. Dhe janë disa vija, Ako se povtori situacija kako u izborite od dekembri 2016. Mala pobeda na ВМРО ДПМН ВМРО ДПМН je v opoziciji da formira vlada, zajedno, da pretpostavimo su DUI ima 61 pratenik, što ke pravi DUI? Realisht nga ky moment nuk e di, megjithatë sinjalet e para që vijnë nga subjektet politike thonë që do ta respektojnë parimin fituesi me fituesin për një sër arsyesh politike. Edhe kjo nuk është asnjë gjë problematike, sepse edhe kushtetuta, edhe procesi në vetvete do të lejojë një proces të tillë. Dhe do të ketë një proces negociata, atë që e shpjegova më herët. Dhe te procesi negociatave do të varet çështja se si do të më tej. Nuk mendoj edhe unë që për një sër subjektesh politike në Maqedoni VMRO-ja është totalisht e pa koalicinueshme, sepse ka pasur momente të bisedave ndër tyre ose në një farë mënyrë edhe reterim ndoshta do të ketë VMRO-s për çështje të caktuara, por ligji për gjuhën do të jetë kryesore, një herë për çështjet që janë të brendshme dhe për ligjin për gjuhën asnjë parti shqiptare nuk do të bëjë kompromis, dhe kjo është e padiskutueshme, dhe pastaj do të vijë çështja e integrimeve, e cila në vetvete mund të duket disi e përmbyllur, sepse nëse Maqedonia do të jetë më anëtare e NATO-s, të gjithë e dinë që anëtarësimi i Maqedonisë në Bashkimin Evropian është proces më i gjatë. Por për të kaluar hapi parë i çdo lloji negociate të mundshme do të jetë pikërisht ligji për gjuhën edhe një sër kërkesa shqiptare, të cilat do të jenë ndoshta ashtu siç thuhet në ndarjen e buxhetit më të barabartë, në investime më të barabarta në territoret shqiptare, kështu që nuk do të jetë më një proces aq bardhazi, megjithatë jo i pamundur.